Dënojnë mu nga njëherë, po mos mërzitni ju. Refuzimi i kryeministrit tashmë në detyrë Albin Kurti që me shku në zyret e prokurorisë speciale e me dhënë dëshminë në rastin e rezervave shtetërore do t'i kushtoj atij. Kallzo.com mëson ekskluzivisht se gjykata ka dënuar Albin Kurtin me 250 euro gjob për këtë mosbindje ndaj saj. Kryeministri sot është bë publike edhe gjoba për mosdhënien e dëshmisë në prokurorinë speciale për rastin e rezervave. A jeni marrë vesh kur me dhënë dëshminë edhe ku me dhënë dëshminë? Dënojnë mu nga njëherë, po mos mërzitni ju. Qysh u bë puna dhe këtu? Prokuroria e thërë kryeministrin Kurti në zyret e prokurorisë speciale me dhënë dëshmi, e Kurti ja kthej ke përgjigjen, hajde në zyret e unë jap dëshminë. Prokurorët nuk shkuan asnjëherë. Një qysh as Kurti deri më tani nuk ka shkuar me dhënë dëshminë. Ai madje po pretendon se ka precedent nga e kalumja ku prokuror kanë intervistuar kryeministrin në zyret e qeverisë. Si përfundim, gjykata më 4 mars pati lëshu urdhër që Albin Kurti me u paraqit në prokurori. E kur e refuzoi edhe një herë, pasoi dënimi me 250 euro gjob. Për këtë çështje nuk ka fol zyrtaresh deri më tash as qeveria e as nga gjykata. Ndonë se kryeministri po refuzon, e madje u dënu që s'po shkon me dëshmu, këtë problem me drejtësinë nuk e pati ministri e tij Rozeta Hajdari. Rreth një vit më parë, ajo kishte dhënë dëshminë e saj për këtë rast. Në rastin e njohur si rezervat shtetërore të pandehur janë Irfan Lipovica, Hafiz Gara e Ridvan Muharremi. Lipovica e Gara dyshohen se kanë keq përdorur pozitën zyrtare, ndërsa Ridvan Muharremi dyshohet për dhënie të ndihmës në kryerje të veprës penale. Kryeministri në përurimin e kësaj çerdhes këtu në Gjakov tha që e dënon nga njëherë, por nuk duhet të mërzitemi. Megjithatë, nuk na tregoi se a janë marrë vesh kur edhe ku ta jep dëshminë për rastin e rezervave në prokurorinë speciale.